إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Allahun Azza wa Jalla falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë, dëshmojmë dhe deklarojmë si çdo herë se nuk ka Zot që meriton të adurohet posa Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. S'ka dyshim se fjala më e bukur është fjala e Allahut, dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Rasulullahut alaihi salatu wassalam. Të nderuar vëllezër, tha Allahu në Kur'an: Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Tha Allahu me këtë fe do që juve t'u aleton, e as pak nuk don që me këtë fe juve mu avështirësu. E kemi përmendur që feja islame është fe që na ka obligu Allahu neve me përqafu atë për arsye se është fe e mëshirës, është fe e urtësisë, është fe e lehtësimit. Dhe për këtë që e përmenda ka shumë dëshmi. Njëna prej dëshmive është se kur do që njeriu bërë në mëkate dhe më pas ban punë të mira, këta punë të mira do të jenë sebeb dhe shkas që gjunahet dhe mëkatet e tija të fshihen. Tha Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: Innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Me të vërtet punë të mira i shlyhen gjunahet, punë të këqija. Një namaz të sinqert që ti e fal për Allahun, një sadaka të fshet, një fjalë të mirë, një ndihmë që jep dikujt, një hap që e bën për në xhami e kështu me radhë. Këto punë të mira janë sebeb që gjunahet e tuaja, mëkatet e tuaja të shlyhen. Dhe kjo është dëshmi se kjo fe është fe e lehtë dhe mëshirshme. Dëshmi tjetër, çdo gjë që të godet, jo sipas dëshirës tone, po sipas saktimit të Allahut, dhe ti bën sabër, durim, aje jo fatkeqësi është pastrim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith tha: Ma yusibu al-muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan. Çdo fatkeqësi që e godet besimtarin, qoftë kjo lodhje, breng, telashe, problem, hatta shawkatu yushakuha, derisa dhe një xhemb, një therr me shpu, illa kaffara Allahu biha min khataya. Vesa Allahu ka me bon arsye sebeb që këtë fatkeqësi që me shly me pastruat nga gjunahet. Nëse ti si besimtar që të vjen fatkeqësia, duron dhe shpreson shpërblimin e Allahut dhe nuk ankohesh në caktimin e Allahut, çfarë fatkeqësi ka më bë pastrim, dhe kjo është dëshmi se kjo fe është fe e lehtë. Merë si shembull namazin. Namazi që është shtylla më e rëndësishme pas shahadetit e Islamit ton. Megjithatë Allah Azza wa Jalla ka bërë obligim 5 namazë veç brenda ditës dhe natës. A nuk ka pas mundësi Allah me na bë me 10 namazë? Ka pas. A kemi pas ne mundësi për mu anku? S'kemi pas, sepse ne jemi rob, ai është Zot, dhe zotëria me robët e tij bën çka don. Dhe ne si rob po ish dash me përcjell dhe me ndjek dhe me ju nështru. Ama jo, Allah është i mëshirshëm dhe fen që na ka pruar është fe e mëshirshme. Veç 5 namazë që falen shkurt. 5 namazet që falen shkurt, dhe ata ku dush mi fal ato? I fal në xhamia, po mundesh mi fal edhe vende tjera, përderisa vendi është i pastër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith tha: "Wa ju'ilat li ardu masjidan wa tahura", më zhbo toka vend ku muna mu fal. Popujt e tjerë vëllezër nuk e kanë pas kët. Namazin që e kanë pas obligim në vendet caktuara. Dhe namazi i tij nuk është pranuar vetëm në për ato vende, në për ato foltore, në për ato mihrabe. Ndërsa ti që je antar i umetit pejgamberit alayhi salatu wassalam, ti Allah ta ka prunë një fe që është fe e lehtë dhe mëshirshme. Nëse ka hy koha dhe të ka zonë namazi dhe vendi është i pastër, mundesh mu fal. Dhe kjo është lehtësim, dëshmi e lehtësimit të fesë. Je udhëtar, një namaz që është 4 rekate mundesh me fal dhe dush me fal shkurt 2 rekate. Nëse je i sëmur, nëse s'mundesh mu fal në kam, falesh ul.
Nëse jo ul falë shtrit, namazin nuk e lën, ama Allah nuk ta ka obligu, patjetër ka mu fal. Mujte nuk mujte. Jo sa është Allahu i mëshirshëm dhe ta ka pru një fet lehtë. Jo veç namazë vëllezër, mundesh me marrë edhe shembull edhe agjerimin. Nëse ti si agjeru je musliman që e ki obligim agjerimin dhe je i sëmurë si i udhëtar, në atë gjendje Allah nuk ta ka obligu, ka thonë fe ejdetu min ayamin ukhar. Ka ditë tjera, në ato ditë ka pezoje. Dhe kështu merret cilën dush dispozita fesë. Ki me pa dhe ka me konë dëshmi e lehtësimit të fesë, se kjo fe është e lehtë dhe është e mëshirshme. Kur përmendet Islami, përmendet lehtësimi, kur përmendet Islami, përmendet urtësia. Kur përmendet Islami, çdo herë përmendet mëshira e Allahut, ose përmendet drejtësia, ose urtësia, ose lehtësimi këtë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thon hadith: "Wa bu'ithtu bil hanafiyyati samha." Jam dërguar me një fe që është fe e pastër dhe fe e thjeshtë. Mirë po vëllezër. Feja jonë është fe e lehtë dhe mëshirshme, ama nuk do me thonë që është fe që kur dush ti mundesh me i lënë farzët e Allahut. Kur dush ti mundesh me i shkel kufit e Allahut, është fe e lehtë dhe mëshirshme. Jo. Mos e keq kupto, mos e keq interpreto. Fenë Allahut subhanahu wa taala. Mos e keq përdor dinën e Allahut. Feja jonë është fe e lehtë. Po nuk do me thonë kjo që unë muna me adhuru Allahut sipas shefit dhe ëndjeve të mia, epsheve të mia. Po, sipas mundësive të mia, po. Mi po sikur se më ka urdhëruar Allahu dhe pejgamberi i tij alayhi salatu wassalam. Andaj vëllezër, këtë fe që ka prunë Allahu azza wa jalla është fe e lehtë dhe fe e mëshirshme. Dhe kjo për këtë ka shumë dëshmi. Mi po këtë fe Allahu subhanahu wa taala që është e lehtë, nuk na ka prunë neve me na ngarku, me na mundu. Po na ka prunë këtë fe që Allahu neve me na eduku, me na pastru dhe me na lidh me Allahun subhanahu wa taala. Lutem Allahun azza wa jalla të na bën besimtarë që kuptojnë mirë dhe sakt dinën e Allahut. Lusim Allahun të na bën për atyre besimtarëve që i nënshtrohemi dispozitave të Allahut. Lusim Allahun subhanahu wa taala të na bën besimtarë që besojmë Allahun dhe adhurojmë atë deri në frymën e fundit. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة